Jo dini pse kemi shku zgjedhje, sepse vetëvendosi ka pretenduar që mundet me i themelu krejt institucionet. Na kemi dhënë prej fillimit që pa dialog politik, pa kompromis, që janë dy fjalë qelës politikes, nuk mund të ketë formim të institucioneve dhe për ato u lidhen në kryesi, me formësu një mendim të ri, mas ftesës së rikutje dhe shpresim që kësaj here dialogu me qenë i vërtetë. Unë besoj që me që ftesa u bë para themelimit të kuvendit, është kuptuar që në fakt s'është ajo rrova e gjëra, rrova është me diskutu për këtë formimin e institucionet. Asnjë parti s'ka fituar zgjedhjet e fundit, nuk më nevojshëm të informu këtë institucionet, jo dini pse kemi shku zgjedhje, sepse vetëvendosi ka pretenduar që mundet me i themelu këtë institucionet me 50%. Edhe ka kërkuar më shumë se aq, votuesit i kanë dhënë edhe më pak se 50%, VV-ja sot është 47%. Na duhet me respektu të gjitha forcat politike rezultatin e dalën prej zgjedhjeve. Rezultati është i qartë, përqindjet dihen, deputet dihen sot vota duhet për president. Shumë gjëra janë sqaruar besoj për gjatë vitit këtij viti, edhe vitit kaluar, tash është momenti me i dhënë rrugë.